Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe me një tjetër recetë. Një nga kërkesat e juaja më të mëdha ka qenë që t'ju sjell disa receta për ëmbëlsira të shëndetshme, të cilat përgatiten pa sheqer. Dhe gjithmonë mundohem që t'i sjell të gjitha kërkesat e juaja. Pa humbur kohë, vazhdojmë tani me përgatitjen e kësaj recete. Si bazë në këtë recetë do të përdorim banane. Në total, unë po përdor 3 banane, ose nëse i matni me gram, duhet që të përdorni 500 gram banane. Bananet i pastrojmë nga lëvoret dhe vazhdojmë i shtojmë njën më të madhe. Me ndihmën e një shtypse për patate, vazhdojmë dhe i shtypim bananet. I shtypim bananet derisa të formohet kështu një pastë si pire. Tani vazhdojmë që t'i shtojmë vezët. Në total do të përdorim 3 vezë. Pasi i shtojmë vezët, vazhdojmë që të përziej mirë që bananet edhe vezët të lidhen bashkë. Tani vazhdojmë që ta shtojmë kosin. Por në këtë recetë, unë do të përdor kefir, pra këtë lloj të kosit, i cili ndihmon që të keni një tretje më të mirë. Në total, do të shtojmë një gotë 250 ml me kefir, mund të shtoni kos ose jogurt nëse nuk e keni si produkt. Përziejmë edhe një herë. Si ëmbëlsues, në këtë recetë do të përdorim mjaltën, por pasi bananet janë të ëmbla, nuk do të shtojmë shumë. Në total, do të shtoj një lugë gjelle të plotë me mjaltë. Dhe mjaltën, si zakonisht, do ta marrim me lugë të drurit. Ndërsa, për mënyrë të shëndetshme, do të përdorim vajin e kokosit. Vaji i kokosit, kur është në ambient dhume, në temperaturë të nxehtë, shkrihet, po kur mbahet në temperatura më të ftofta, formohet kështu një masë e ngrirë. Unë pëlqej që ta përdor kështu në formë të ngrirë kur përgatis ëmbëlsira. Në total, do të shtojmë një lugë gjelle. Përsëri përziejmë. Vazhdojmë tani që brenda të keku shtojmë 80 gram ara të bluara. Ndërsa në vend të miellit do të përdorim tërshër. Në total do të shtojmë 220 gram tërshër. Tërshërën e kam bluar në blender që të bëhet kështu më e imët. Kështu duken kokrat e tërshërës para se t'i bluani. Vazhdojmë tani që edhe tërshërën ta shtojmë brenda të keku. Vazhdojmë që të shtojmë tani edhe fryrës dhe në total do të shtojmë 10 gram pluhur për pjekje. Dhe tani vazhdojmë përziejmë derisa të formohet një masë e mirë homogjene. Dhe kështu duhet të duket konsistenca e brumit pasi e kemi përzier mirë. Por tani në fund do të vazhdojmë që të shtojmë edhe pak çokoladë të zezë. Unë po përdor çokoladë të zezë me 70% kakao. Kjo është një nga më të shëndetshmet. Dhe në total do të shtojmë 50 gram, por do të vazhdojmë që ta prejmë në copëza më të vogla. Dhe tani, masën e kekit që e përgatitëm, vazhdojmë që ta shtrojmë një tepsi për pjekje. Poshtë tepsisë për pjekje, shtroni letër për pjekje. Në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë pastaj për ta larguar nga tepsia. Dhe tani, çokoladën e zezë, të cilën e kam prerë në copëza të imta, vazhdojmë shtojmë sipër ëmbëlsirës në këtë mënyrë. Dhe tani vazhdojmë me pjekjen. Në furrë të parangrohur, në 220 gradë, vazhdojmë e pjekim kekun diku prafërsisht 25 deri në 30 minuta. Dhe të dashur miq, në këtë momente ëmbëlsira është gati, sapo e kam larguar nga furra.
Lejojmë që të ftofet dikom preferësisht 10 minuta, përpara se të vazhdojmë që ta shërbejmë dhe si gjithmonë, si në çdo fund video recet, edhe në këtë video do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër. Dhe të dashur miq, ëmbëlsira e shëndetshme, cilën unë konsumoj çdo mëngjes, duke e shoqëruar me një kafe pa sheqer, dhe në total konsumoj kështu nga një copë, është ajo që më ndihmon që të ul kilogramat e tepërt. Do t'ju mbaj të ngopur deri në drekë dhe do t'ju jep energjinë e duhur për të kaluar gjatë tërë ditës. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta konsumoni dhe do të ngelni të kënaqur edhe nga shija e kësaj recete. Deri në video recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.